Ozempiku do të thonë është një substancë e cila faktikisht ajo ata në trupin e njerit. Ajo kryesisht në sistemin e zorëve dhe ato që ne e përdorim, do të thonë ne e përdorim një substancë tillë, po e cila është sintetizuar dhe është sforcuar, do të thonë ka koncentrim më të madh. Edhe jepet në formë të gjelbërës, por jepet edhe në formë të tabletave. Ka tash edhe tableta, do të thonë, sepse thirrja e saj gjenerike është semaglutid. Kemi të bëjmë me një pajisje, thash, që është vetëm për një pacient. Dhe kjo e gjithë pajisja, do të thonë, ka 3 pjesë. Është kjo pjesa qendrore, ku ne determinojmë gjitha dhanat, po në të njëjtën kohë do vendosim për nivelin e shtypjeve të oksigjenit që pacienti, do të thonë, ka më marrë gjatë trajtimit vetë, gjatë kurës vetë. Vegovi është Ozempik, edhe Vegovi. E njëjta substancë, semaglutid e me gjenerik. Po është me 2.4. 140% më njollë se Ozempik.